Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje, jemi të shtemi ku do që jeni në vazhdim, do keni mundësin të asheni fshatin Panorc, komuna Malisheves, me që qarkullimi është shumë i madh i makinave, ja pra përshëndetje miq, andaj na pritni tek pjesa e shtepive, qëndroni me neve. Ky pra është fillimi i fshatit Panorc. Unë ju paralajmërova thash derisa ta afrohem tek shtëpit, po nuk mundem mos m'ia uçit një pjesë të fshatit. Kjo është shtëpia e fshatit Panorc, e cila duket që është tashmë ndërtuar e gëzov pronor i ri. Hajde sa më shumë shtëpia nëpër fshatra. Fillimisht për gëzime, jo lumë për pastërtinë që e pas ka fshati, jo Panorc, po Panarom. Fshati duket me të vërtet piktoresk, i rrethuar me kudra dhe mole e po ashtu dhe bjeshk. Nuk kemi shumë mole siç jemi mësu, por kemi. Çka jemi të po këtë? Pas ka të mbjellur misër, tokat po punoj kana? Inshallah. Hajde të shohim kush është fshati Panorc, si janë banorët, ajo që më intereson mas shumti. Sa është mikpritja në këtë fshat, e shumë çka tjetër do të mund të kuptojmë në minutat në vazhdim për gjatë qëndrimit tonë ditur sot këtu në Panorc. E kemi pakuar ende me diell, por do ja dalim. Hajde, kom duket jam të e pa nga larg një banor atje, 2-3. Inshallah ka qarkullim në mënyrë që me pas çka me fol për fshatin. Fshati duket të jetë me një shtrirje bukur të madhe, përveç kësaj ka shumë shtëpi ngjitura, kështu janë shumë afër, nuk i kemi ashtu cik-cak. Pra fshati është i stërmbushur me shtëpi. Fusha, ara, pamje të bukura, trafot elektrike i kanë, ose shtyllat e reja i kanë, të vjetra nuk po shohim, pastërti, marifet, shumë bukur, jo lumt. E me plot zemrën e thëm, kur e shoh fshatin në këtë gjendje, po kush më shumë se unë e ka dëshirë me thonë sa bukur. Por edhe në të kundërtën asnjëherë nuk hezitojmë me thonë, nga se duhet të vedisohemi dikur. Atje po shihen të punu diçka, po provojmë. Ndoshta kemi fatin. Mik. Apo kalojmë pak ka pjesa e nërhijese, më trolloj dielli krejt, po mbjen kështu që të mboll. Qëtu sa bukur i pas ka ndërtu, vishte shë? Qka jenë? Sa bukur ndërtime prej guri, sa ngjyrat bukura, perfekt. A janë shtëpia që i ka ndërtu po, se nuk jam të arrit mi po shtëpian. Pra e gjithë kjo pjesa vetëm vëmendje. Në këtë pjesën ku ndodhemi, janë më pak se 5-6 shtëpi të ndërtume. Pra në pjesën ku ndodhemi, nuk e di ndoshta ja kam huq numrin, nuk e di numrin e saktë se nuk po arrim me po, hajde përse po shkojnë vesh të shë, sa shtëpi janë ti numroj. 5 shtëpi.
5 shtëpi janë të ndërtume në fillim të fshatit. Shumë bukur. Dhe më thonë, deri me tani është fillimi i fshatit, 6 shtëpi që i kam numru në vetë janë tashme të ndërtume. Përshëndetje juve, si jeni? Mirë falenderit, se s'moj pa ja usë gjatë durën. Mirë falenderit, ju si jeni? Mirë ka dirë zotë, mirë. Ajni mirë, ajni lurë, jeni banor i fshatit? Po, banor i fshatit. Si është banor si bukur? Kështu duket është i bukur, gjithë ka qenë i bukur edhe është i bukur. Me të vërtet është fillimi i fshatit që ne jemi me xhirime, por më kalon ndjesi shumë të mirë. Po ndjerë që thosh për fshatin të është të Po mirë. njerëzit si janë? Njerëzit janë mrekullueshëm. A janë si fshati? Hala më të mirë janë njerëzit si fshati. Po, pas kemi me u knoq, se inshallah kemi fat me i taku njerëzit. Si fshat më të bukur në rrethim të Marishevës nuk ka. Edhe halal. Si ka ona gjinve, si përgjithësi. Halal për pastërtim, mirëmbajtjen që po e çek. To janë me mundësi. Me pastru fshati, mirëmbajtjen gjithë e kemi mundësinë. Po kemi mundësi, po më varet për gjinve si të kalojnë. Se dhe gjinja si kalojnë, ne na gjujnë në betorinët, po nuk është mirë. Po. Çdo njëri do e marrë në betorinët. E vërtet, shinë në xhep. Len makinë ku shkoj të shtëpia, tash pa mundësia pa vime ta marrin të shtëpia për llokun. Pse jo? E vërtet. Çka ka diçka fshati që e karakterizon? A shpella fladi si quhet. Që kemi nevojë në këto temperatura. Atje është E ki shumë freskia, shumë fat. mirë. Shumë mirë. A na u lejohet me hynive? Po. Pa leje, a na u Po, lejohet? po, lejohet, po është pak si larg me shkuat që Jo, duhet në të këtë shkojnë fshatin ku më shku? Po, një Në komun e shkaj dalë shko. A e din me më tregu për afërsisht sa shtëpi të banimit janë brenda fshatit, momentalisht? Ju në brendë diku 250 shtëpi. Edhe më bo shumë qefi se 5-6 shtëpi veç ishin ndërtim e sipër. Po. A kanë fillu njerëzit me u kthy apo janë shtëpi të mërgjimtarëve që po i ndërtojnë? Jo, i kanë familjarë që jetojnë të, po mërgjimtarët e bojnë kontributin e vetë, sot shpenzojnë dhe që japin kontribut në shtetin e huj japin këtu. Po, me pare të Zvicrës që? Jo, këta e në Angli. A në Angli, a? Po shihet edhe modeli pak më i veçantë. Na kanë sjell pa dyshim edhe modeli Se gati krejt, në këtë rrethin janë gati krejt janë mërgjimtarë. Po, a? Mërgjimtarë. Një pjesë e vogël janë si jetojnë të, po e mirë mbajnë ata shkajnë. A janë ende mërgjimtar ta kanë shku? A kem fotin me i taku? Unë jam vetë jam mërgjimtar. Mërgjimtar je? Po, jam mërgjimtar. A ma mirë këtu atje? Pyetja famshme. Vendin e vetë, gjithë se cili është më i mirë. Kudo se të shkosh, vendi jëtë është më i mirë se... Sa vite keni që nuk jeni në Kosovë edhe në cilin Jam shtat që ishet? 24 vjetë në Itali. Kanë qenë këto vite të vështira pa dyshim? Po kanë qenë vite vështira se gjithë malli është për Kosovë. Po, qa me bo? Po, qa ju pëlqen mas shumë të një ndryshim viteve të fundit që është bën Kosovë për shembull? Po, jam ba ndryshim se nuk kem lidhje me kani, e kem pavarësien tonë, kem gjitha tonat. Jem atë lidhje, më kemë ma bukur se çdo sen. E si po ju presin banorët kur po vini në pushime? Shumë mirë, shumë mirë. Ju në Malishev kështu jeni shumë të bashkum, jeni dashtëm. Po, jem dashën, duhet me koni dashën se fshati ytë, vendi ytë është Një kudo se gjaku shkojnë për një gjakë, krejt jem motra vlla. Fiks. A martoni me zvetin këtë fshat a ju? Jo, jem këtu këtë fshat, thëmë një lagja është prua kënena, jem thë një 3 vllaznive. Po, edhe ata e lagja që është ngra qeva që, janë bashkangjitën tonë. E që mos më ju marrë ko më shumë, a ka diçka që mungon në fshat, a jenë gjitha kushtet për jetis? Deri sa e di unë, nuk e di si mungon asgjë, se unë viri 2 javë, 3 Po, iki, mundesh me vrejt. Deri tashti nuk mungon. Me rry, me ujësjellë sekret që ka shkojnë. Mungesa është se është rruga, është shumë e dobët. Se nuk jep strukturën qeveria. Nuk e se ka fajet komunëve, ka qeveria. Po normalisht do të me ndo mjetet për Po investim. normale, do të më ndohë mjetë për investim, po kënë lanë se anë është këtë fshatë. Se qeveria do të me japë ato të vetën. Nuk atë vetëm me qyrë ku e ka në atë votën e Po vetë. në venon, po. Ja, ku e ka votën e vetë. Se si popull na jem një, po parti ndonë. Kosova është e gjithëve, nuk do të me bon një Po anëshmëri. ajme ndonë ashtu. Se unë nuk jem partia, ka sa ne as nena, po. As mirë. Shumë interesant. Ju përshëndes, ju falenderoj mirë. shumë për kohën, ishte Kaloshi shumë mirë. knatësi. Kaloshi mirë. Mirë pafshim. Faleminderit shumë. Miru pafshim. E falenderoj banurin, në fakt është mërgjimtar, i cili na dha disa informacione për panorcin. Jam të e pa në dyrë emblemin e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në anën tjetër, çka duhet me i mungu këtij fshati, nuk e di se po i mungoj ka diçka. Përveç trotuarve, nuk i kam, po më duket, hajde veç derisa të kalon.
Ndoshta nuk ju bë monotone, por kam dëshirë me I pas edhe pjesën e trotuarit në secilin fshat. Nuk është diçka që është wow, e kushtueshme ose diçka, pse mos me e pas. Derisa ondi kujdeset për pamjet e fshatit, e kemi shumë probleme që rruga nuk duket me qenë edhe shumë e gjerë, e kemi problem shumë me komentim edhe me vazhdu. Puna e mbar. E tash do e kemi rrugën për pjetë, bukur si vështirë, por çati besh, doja dalim. Doja dalim edhe sot në fshatin Panorc, është shumë kënaqësi dhe privilegj me I promovu fshatrat e bukura gjithandej Kosovës, përveç të tjerash si fshati Panorc. E kemi këtu një sere, ondi gjatë gjithë kohës për kujdeset që në me qenë pak ma e ngadalshme se kritikon. Përshëndetje, si jeni? Ta coku, se po të pret makina. Mirë, ju si jeni? Mirë. Mërgjimtar? Po. Uroj të kaloni pushime të mira se e keni makinën mbrapa, faleminderit për kohën. Kaloni mirë. Ishte kënaqësi, miru pofshim. Po sa edhe një është shkum. Je shiku se ju në rregullesh, vish kalon mirë. Faleminderit, ju përshëndes, miru pofshim. Janë njerëz shumë të kulturuar, padyshim në Malishev çdo herë kaloj mirë koha me hik, sa gjëzllëk, por që po na mbrojnë këtu pemt. Therras po I them, po këto janë të lezetshme, po na mbrojnë diellin tash kur të kalojmë në hapësirë. Mik. Njerëzit janë shumë të mirë, kjo më pëlqen, në secilin fshat me pas këtë atmosferë. Edhe mos harroni, janë pamje që do mbesin, andaj kujdes se si e pasqyroni fshatin tuaj. Unë ju kam thonë çdo herë mundohem me mishë me shpirt se cilin fshat me promovu në mënyrën më të mirë të mundshme. Por ju jeni ata që janë mbitur, ju jeni ata që keni me na tregu për fshatin, të mirat dhe jo të mirat. Po nëse e pasqyrojmë një jo të mirë, nuk do më thonë që fshati nuk është I mirë, por e ka një problem, një hall. Njerëz jemi, gjithë kemi halle dirte. Uroj dhe shpresojmë së pas sot madhore, se për sot cikrimat vogla I të I kalojmë disi. Një pjesë bukur e madhe e Panorcit, shefeni, ondi tash do e ke dal nga dal në fokus, gjithçka perfekt. Ne po vazhdojmë deri në fund Panorcit, hajde përshëndetje. E kam pak problem pjesën e trotuarit me qeni të e po qarkullimin gjatë gjithë kohës. Edhe po ta shumë dëshirë me folë edhe me këto familje që unë dalë me na përshëndet. Gjithsesi e vlerësoj, por në pamundësi shumë në rrugë, kështu e patëm fatin, e rëndësishme është respekti mbi gjitha. Hajde ondi edhe një pjesë kaloje ka shtepit, me që kemi shumë rrugimtar shikues të emisionit nga ky fshat, nga Malisheva në përgjithësi, edhe inshallah po e kopëm dhe një shtepit e mërgjimtarit, sa më pëlqen kur më dërgojnë video ma ke kopë shtepin. Edhe sot, do shta na I mërgjimtar nuk ka mujtë me ardhë këtë verë, sa do pak me po shtepin, oborin, rrugicat. Çdo fshat e ka një kujtim se si dikur njerëzit kanë lujtë në këto rrugica, fëmija, jo njerëzit po fëmija, dorë unë ti, fjallo, se djelit ka ra, më ka ra djelin kuk, njerëzit. Ari dhe se valla dhone e modhe, janë veç luj me djallë të amin knoqna, ma kujton femirin. Ka po vazhdojmë, e kem një pjesë anej të fshatit, po shkojmë anej. Hajde, nuk do lojmë cep pa e marë Panorcin. Unë ti po më thët, po ecë shpejt për sëri, nuk kam se qka me bo kështu ju mësu. E kam gjokun. Hajde, po shkojmë, jemi të I pa dhe disa shtepit e tjera. Nga këtu po I shë, po s'po më I fort me I pa prej këtyne farë lullave. Por që fshati me të vërtit, ndoshta edhe që është Mërgata,
por ka shumë atmosferë, është shumë fshat i gjallë. Ja pas ka vlerë që kemi ardhur sot, e di që ftesën e kemi pas, ndoshta i ka një vit, ky fshat më kujtohet sakt se kur më kanë thirr, po dita ditës. Do jemi e rëndësishme në çdo fshat. Tash në një fshat kemi me konë ashtë mas një viti, 2 viti, varësisht, krejt në varet, se si e gjejmë ditën, kohën kur me ardhë. Mun pëlqen me ja qëllu në çdo fshat kur është atmosfera, aty dhe si kam dëshirë ashtë me ngjyrë me i qitë fshatin, një ashtë të zbet. Nga këtu po shkojmë edhe pak me pamje, po shoj pak, se që një 40 minuta ja kom nisë, ja, që nuk o shkru me përshu. Jem të e pa objektin e xhamis në një pjesë shumë të bukur, përveç të tjera e ka edhe pamjen objekti shumë të mirë. Përfunduam një rrugit që nuk ishte bërë qetë, po besoj njerëzit tashme janë në orarët e punës e kuptoj gjithsesi kjo është edhe në post e fatit se sa kemi fat çdo ditë me taku njerëz të mirë banorët e secilit fshat, po du me i komentu dyrt e Hysen Dërgutit 28 numër Romak 1981. Hajde ne po vazhdojmë kështu se fshati është shumë i madh, nuk kemi kohë me u ndalë në secilin shtëpi, do i marrëm gjithsesi pikat kryesore, pikat më të veçanta të fshatit. Çtu i kemi dyert gjysmë të hapura, ne shkojmë i hapum komplet. Hajde po throsëm. Mos jenë mërgimtar. Oj zoti i shtëpis! Oj zoti i shtëpis! Ka janë mëre. O sa bukur e paska. Oj zoti i shtëpis! Ku je, o i gëzum, o je e gëzume. Oj, kesh gërzuna. E paska shtëpin shumë të bukur, ploni, o burri, gjithë shka perfekt. Oj zoti i shtëpis! është i raport që thras 4 hera, edhe një herë shkum. Hajde për thrasë më ofër se shtym të i po mbatjet. Hajde më i dorën tina dhe te kajen. As vetë se din. Oj, zoti i shtëpis! Shme nga për ndëgjohën. Perfekt, ha? Sa po më pëlqenjë këto muret kështu me gurë. Shumë i mirë. A i një kësajtë shpia e madhe. A i një kësajtë se kom betë të thirë. Doruntina. Kom thirë 5 herë, për herë të parë jemi me kamer, ju tash me dini, unë e veç me kamer hy. Apo vene, apo vi? Hajde t'ju përshëndetje shpejt. Apo ju pengojmë? Përshëndetje. Si jeni? A je mirë, si jeni? A na gjithë edhe ka ma? As vetë nuk e di... Qysh për qjellu pja tjetë ka ditë ka? Pse nuk jetoni këto? Jo, si jetoj. Vojza. A dhe në gjesh do? A je mirë, qëshje? Se ti a je mirë. Qëshje? Ti në vazhë zota edhe ka jere. Bërë dhe isha qysh me thonë shka dhe janë pa nërë se në ka morë morë. Si më konos njerën pa nërë, si rapor? Atë pas ka qune e gosh? Bos ftesa vënë e shkoj në qdo fshat, po se je nuk është shenjo në fshat. Di. Po ju si jeni? Kom pasi ke thonë nga ka dikosh si t'ka qu tjetër ka qdo fshat, kom pasi e shkoj. Oj, zoti i shtëpis, a e dite, atëherë është në radar. Aty kjo zonë, pa i njëf shumë. Po si jeni? Allah, nam pa ka lërë shtë. Mirë, po mirë. A jeni
të jetu? Më the, kur po të Ja. përcjellëm atje, që do më thonë nuk jeton në Kosovë? Jo, se tuajmë, nështë aki po kjerën për na i morën me qerakte, se Ja, Ç'është valla, mirë. rroll në herë torgat, kështu atë veç kalim, the, se ju nuk e vrita. Qysh po kaloni? mirë, po kaloj, qështu. Kur keni ardhur? Na ke marrë që 10 ditë gati, po të martën kemi shku. Ani rruga mbar, po shpresoj që i një knaqë. Jo rahat mirë, Mirë, qështë me faleminderit, kaloni? Petra. Shumë Një mirë. emision shumë të mirë kemi. Faleminderit që me Se zoja kjo se shpi. qyrë ma shumë. Për një mre akta më dashka në përqarë. Që ju si mirë. Apo ju pengojmë? Jo, hajde brana. Ju s'po vimi mrena se nuk kemi kohë, jo vetëm shkur deshta me ju Hajde, përshëndet. 2 minuta, i shka i pi. Ja, që hajde diçka të ftoft, që t'na dhe s'po imi heq. Ja, heq. O, i kam qëropat e qkyme. Nese, s'pas na qëropa heq. Hajgore, s'kam qëropa heq, po po bëj hajgore. Po si jeni bre. Po sa bukur e kishe ndërtu shtepin perfekt. Mirë se ju gjete. Se na jërë. Është knaci në një familje si ju. Ma kish marrë me nga kohë si të shra live në herë. S'pjo di ka. Jetës nuk i dihet. Faleminderit. E ki një program të hatashëm e ki. Po ju Shkojnë jeni ka ata. mos, E na jem për malë shumë për këtu, po shumica e di shti shka na thojnë, veç nuk ko qashtu. Por që programin ma të mire boni ju, se unë e vetë, qysh e kësha realizu? Po, me të vërtet, ja ju për na bëni ka lablak, ja kështu i din ti do sanë shka na thojnë jeve. Po. Po nuk o pash ashtu. Ja, Se na mas nalja 2 vjetë këtë digjet, për të kalzaj drejt. Valla, po, shkron po, të krejt. Si djeli, a di kur të kopë në zëtësia mo. Me full drejt. Po. Qa po ju pëlqen mas shumë të bërë në Kosovë? Shqyqër shpinë tonë e paske, Po na veç... nuk i shkon kërkuj, gjumin Veç shpetonë. rrugët e tokat e malet si shumë tonat, mjafton e ma shumë shka me thonë. Se dela shoqënien e miqësien e daje që s'kesh halajëm, kanë djeftume me një darësëm, po ta vetë edhe vetë diçka tjetër, s'mujta me shku, po, dhe të shkojmë edhe ja 3 ditë, inshallah dika e. Ditë numru me jem pak problem, se i keni shumë blok. Ani që të fundit. Hitë si shekat i ki. Këtu uj, krejt shkojnë. Këtu i mon mend veç të kuferi. Je palova kuferin, je se palova, edhe shkundit. Po besoj keni kalu mirin, Njëherë si të vim ja 3 ditë na shkojnë të e pastru 3 kaqe, tani edhe ja 2 ditë e fundit apet me pastru e minale ujnat e rrimen e ma shkojt jeta jonë është katastrofë. Sa viti keni bën atje në Gjermania, ku Në ishte? Gjermani jam që një 33-4 aty. Pitë 93-ës. E qështë jeta. Apo vini shpesh? Po vim ka njëherë, qitë ko vim gjithë. Po ka herë vim edhe ose në pivjesht, ose pranë verë, ka herë në vetri ma rrallë. Po, Varsisht edhe si i keni pushime. herë 2 herë një më shumë. Qa ju pëlqen mas shumë tim panort, cili është kujtimi ma i bukur që e keni? Po vallaj ma shumë për mozatet me kojshi, mu takue, me që babën e kem që aty e deshti me ardhë, thash prit, dhe i ka lafe ballë, po. Po a? Po ti pritaj se pëthirë, këto më vinë do mosafir, A, shtash. kam njohër mësafira? Po. Edhe na po ikum shpejt. Ja, Po. vrap ka një pije gjithë. Se veç ka një pije dhe po ikum se është edhe fshati i madh, nuk kemi shumë po me qëndru. Një knasi e madhe si o posh. Edhe për neve. Edhe del gjera dhe na i sanë tani e këshyë i shpeshon e këto, duhet me lip që shë gjonë me që panos. a e din si unë si të qes komen e djath prej banisë se gjithmonë thëm, o zot ta ka me njerëz të mirë. Apo din? Gjithmonë. Vallaj, kush Edhe po më qet, duket jo faleminderit shumë po beson t'ju dhash. zëtë se kush qet ju është i knast, se e keni një emision si me që inshallah si kushton shumë juve. Po çfarë ti bësh? Koha, rruga, Tana, por që ta me në kushtojnë. fund i harrojmë lodhjen e kretë. shumë herë ku e këshë emisionin e ju, thonë këshë sa kohën e hecen, a thu ku kanë lo kjerin, tash kanë më këthuj të kjeri, që aty e s'di që që e bëni. Sa mire keme. Pasha zote qyshe kom lon këtu në banërës, në fillim fshatit, komplet fshatin, tani kthejnë. Se di apet din të fillimin a unë. Fillimin qysh nga kanë këto banorët, se s'po di të shpipjen Kjo tash arpi kështë. Malisheva, kjo arpi Gjakova. Prej Malisheves. E tash. Po. Edhe shpesh herë banorët kur jenë të kalu kështu në analin ose ja bëj me dorë dhe më çon bili drejt të kirë kur të përfundoj. Bili njënë në rrugë mos me hongër. Se shumë po jem shatrat e Ja. ndoja. Tash,
Si ki me shku, po nëjë si kjerën e pas këta që të ulica në ashtë, të trofa. Te trofa, fix, që s'po ja u dijem. Se që ati kemi pas në rrugë për para, edhe dyrt për para, po të shimi pjesë të në vllaznia, një që ati. Po mundohemi, Baba që aty. po mundohemi edhe mos më shkaktu nej problem, dikush ndoshta Se edhe kështë të komerc. thonë se ki lë ma lek, ku ka cilësh, ku të vish të qoj të kjeri. Adi. Po e pas ke ngatë. Po jo, për halo për fshatit jemi, fillim fshatit. Po e pysëm edhe Zojen se si është, që shpo kalon? Mirë, po kaloj. Familja, Mirë, janë mirë. qa po bonja, qa po vynja, që keni kalu këtë ditë pushimi. Mirë, shumë mirë. A i një kona, i kona, ju ka ardhë në i kosha. Do i kena pas dhe dash, po do. Po juve mërgjimtarve ju shkojnë krejt datat me dasma. Kom feju. Hajde urime, inshallah bonë rehat. Inshallah, faleminderit. Ti, a je mirë? Mirë, faleminderit, krejt shnash. Mirë. Mirë. Isha duke ju pyet, sa vite ju ka ra, apo nuk ju ka ra heq me jetun këtë fshat? Se na pas ka 8 vjetë. Veç, na kanë Gjermani, 8 vjetë, s'na pas letra, mas 8 vjetë. Qështë të dëk mas 8 viteve me ardhën në panër? Njerë se mas lufte. Njerë se ka lufta, tani a kryje, tani krejt mresh. Shumë Po rane. besoj edhe familjare të afërm keni pas që nuk jenë kona tje me juve. A i një krejt familja komplet se s'po ditash sa vlazni jeni aseja. Na jem një 6 vllazni e krejtin ato jashtë e këna lë babën vetë. Pse papën vetë? Baba i furt, ha? I fort, po më të vërtet ku dola anë, këta ju dëkë si u knasha anë, se ta shtonë më shojt dhe që ka volë. Tani ka një erdhen krejt atje. Ana po knoqen edhe ata si ju? Ku im dalë për zorit, mi këshem jeni mu, rënjë të shpija se një majnë e sam. Ta shdullën tonë me të baba vetë. Apo knoqen tash vlaznia si ju? Wallahi, po qështësione, qështësion pak nase, po kush nase dhe atje. I që na shkujna me në ta. Edhe atje po punoni. Wallahi bre, po atje s'ka, atje që me thonë sët, po shkajt e dojt atje të jezam, ka dek dikosha, kam një darë së ma, s'ka. Dhe si thej ke jani, edhe marrë njerëzën mund kësmet, atje s'ka kësmet. Atje duhet po. Ja, s'po, pa tjetër. Pa tjetër. Qa ti vesh, ka regula. Po mirë është me pas regula, është me konë mas trekt. Vetëm një dile, shka me thonë. Po, e dile edhe të shkanë A si me në shku gjëmë. me vizitu, dikon si s'ki qarë, në herë ki dikon të ofër të ondën. A me përgatit në isa një tesha, si duhet mu pastrua, diçka, me familja. Një pjesë të një e merë me veti. Po, një që qëto e marra e pije, se s'me me përfundu. Kastravecat se i morë, atë ishin tullen mirë. Si të boshës, ma. U knoqa, mu ka So mush. shumë kish posta shqysh, bre si adha ma shumë. bre. Kush, ja pra pa kamerës, ju që më dhojnë. Se janë disa njerë që para kamerës ju vjen keq ashtu me dalë kështë pa më dhojnë. Nuk ka fshat që nuk qetë dorë kur ti përfundoj gjirimet. Po, fatkeqësisht janë disa gjëra që kamera nuk i kopë, por kur gjo nuk presin para kamerës, shka prapa kamerës. Me të vërtet jeni, së zdijore ku ka ma të mirë në Kosovë, si ju si e bëni këtë program. I qasaj dhe di me pakun të jetë se bashkë, Allah veç mos të po fsha boshë e kon heq. Wallahi dalën që tash, shka të dushme. A e keni boshë na? Po të babës, Ha të boshë. shlirë, ja baba dhe shka të dushme. E që kjo si më Po ta boshë jap bobë. kjesin ti nuk vetë. A për një mejtë e bobës. Wallahi, bilaj, Kur vjetërën tina mos ga bëni, mos me lone për boshë. Por në edhe nuk i veti, qëto e kom të mirë. të djetë mirë. A pa do më qu? A? Se pi bjes e për zome, po Jo. tani ki me shkurte në fund katume, vallaj, edhe ka- për andili sa në shokut që e ti. Mirë e ki. Sa i meqër. E çfarë pije? Valloj, po na kuptaj që mas miri, që edhe ne po du qiton se që kem pijet ma shumë. Merë, a të shumë? A golden, a qëllën edhe uj po dënë. Se kjo pak ma, është pak ma i shnush, ja lyt ma shumë. Faleminderit shumë për pritjen e mirë, na bëni halal nëse ju shqetësum pak. Faleminderit, ta këshëm pas t'i kus, pak ma shumë. Zoj njëfshëm, ishte shumë knaci me ju po, heq mos delë që dhe jeni të pritë mësafir. Inshallah vojza ju bëhet rehat. Amen, faleminderit. Juve miru pofshim. Inshallah gjithmonë sukses. Amin, faleminderit shumë për juve. Ondi po të ditën e mirë. Tash po shkojmi Si Edhe kështë në Boshe, po. Boshet babës aty,
Si thënë kallaj njëri hem atë. Bash, si mboshet bobës. Po, si mboshet Edhe në vëllan çdo boshe që hy si me hi mboshet bobës tem. E rrushës ju ka pjek A, hala po se rrushja ka ju? shumë. Ka shumë, po sa pjek hala. O, se pak sinergjia nuk e ka kop diellin është i mjaftueshëm. Jo, është mirë. E, breqam kishti me kish. A ishin kotë mirë. Stavezi, atë shonë ty, shpesh e ja rrosha ja ka. Valla jem këno gjithë virën. Me ma po frigoriferin e frizin, kur nuk blej as vezas, specas, krejt prej fshatrave. Shohas na she, me mëjnë. Ha? Ku është boba? Jenë hin hojna. Tani e lypje, vishte t'ja nuk më Jenë hin. Je pa t'i gjona më së më shtin. Hesh më së lëdha, ka trangoj. Hajt një, dy, a tre dhe mirësh, ju se më zbuten. Zbuten se ku me shku në Prishtinë. Vesh një, dy, tre trangoj. Edhe ekem. Sa për adet. Mirësht, mirësht. Ka trangoja. Që kështë, ha nuk e vetë, a s'ka pa. Qaj që aty, a? Cili si që shë? Që ky A, qaj. je, që ky u bo kështë. Jenë dora e dytë këta. Spaska, shnësh. E që ati e kish baston, Ku kesh? që ati poshtë. A da me këshyrë. Heq, nuk po hupëm ku, hajt. Mirësht, mirësht. Super se dhe ki mësafir, kanë me torë mësafirt. O, hajde. Hajde të përshëndesëm bobën, pak edhe i kam. Thëm, Më shumë i njësi, ta surprise. falimentum, ta falimentum boshën. Atë thirë i zoti shpis njëherë. Ama një zonin? Oj, zoti shpis! Po thunë nuk në dëgjën mira? Nuk dhe gjënë mirë, po vdi këta për tjilin shumë që të gukë. Oj, zoti shpis! A do një mësafir? O, mirë si ju gjetën, po sa të mirë jeni. Po, si je? A je mirë? Që shje ti? Dorun tina jo? Je mirë, si je ku Mirë, je, ju si që jeni? shje? Mirë, fa e ndi. A jeni mirë? Mirë krejt, jo? Valla, tetiko, ka herë mirë, ka herë kesh. Qa ti pesh, edhe na qashtë po jemi si? Mirë se ardha. Mirë si ju gjetëm, po si jeni, a jeni mirë? Mirë. Kum dalë me ju përshëndit. A, po sharë faleminderit, ani. Qish po kaloni? Ha? Qish po kaloni? A nuk në dëgjën Ka herë mirë, ka herë kesh. Po duhet pak më shumë. Do t'i bërtita? A të bërtas pak? Bërtas pak, bërtis. Si s'punoj. Kështë e këm pas edhe në gjyshën, e di Po fix. nuk dëgjon. Po, anja një s'po e mundojmë veç deshta me ju përshëndit edhe me tregu që më ka mboshe, ku mu shpletkesem. Ku i kon? Mboshet të babes, tonën. Po, Po, ku morë sene, qa ku mdosht? mirë të bofshin. E, faleminderit. Ha, po, valla. Qa ki Qito për cilë. to? Kolik. Ha? Koleg? Koleg, po. Koleg, ani mirë, ha. Mirë pofshim. E mirë, u gjetë, faleminderit. Mirë pofshim. Mirë pofshim, çdo të mirë. Hajde mirë pofshim. Kam unë me dola, unë me dhe kënja? Super, po, krejt fshatin. Kalofshit mirë. Ngo tjetë, a jemi gjërgjie. Mirë, jo si A jeni. jeni krejt, familja. Krejt numër jem faleminderit. Jo, Që mirë, familja rahat. me shëndet. Pa ka Qish përsen po ka kaloni? pak. Po e mirë, mirë. Apo Si lodhen në ja. shatë mo, mirë. Shumë bukur. Shumë mirë valloj. Ma mirë, s'ki go Ju gjenë. anena si pa kaloni? Mirë shumë edhe na u knaqëm, edhe na në për fshatra çdo ditë. Po, bet. Që pa kaloni, a pjo presin mirë. Shumë mirë. Ani harë Se cili fshat ma mirë se tjetri, bash, hajrë bofshim po vëlla. Po ndryshë si është shqiptari. Mirë shumë. Ani a pa vini ka një kohë për sot i lidhë lëpë. Zoti ju dhosh bereqet, faleminderit shumë, po a e shenë se ka fillu me u ersu, e kam edhe një pjesë bukur të madhe të fshatit. Po, Pa e qitë, po. Kështë që na u do të me shpejtu, ani për përdor hajdi. o zoti ju dhosh bereqet, me shumë knatësi vallojnë. A jeni lodhju? Ja, ka pa, I ka pas ke pa. vetëm 2 lupa?
Valla dy, kom dhe një kom shelë një farë mështjere ma vogël është. Shumë mirë, shumë mirë. A ka tjerë që mojnë bakti? Ko ky kushje i ka për si në shanë mirë. Shelë, a tjetër i ka në 3-40 bika i ka. Apo keni hapësirë ku me i lonë për komotje? Po, në fush pak kem. Po. Fush shumë pak kem, e kështu kem ma shumë, adhe i bojmë shelë. Së pa ko kushjeru. Po. I në vetë mundi është, ka një, ka dy. Qa ti besh? E kalon kohën pak me to? Qa është, ja, po, unë për veti të arti që të kushtë më në punë, se gjatë 60 kushtë më në punë, kështu ma mirë për kalej kohën me to. Ja, shumë mirë. Dikush do të me umorë dhe me bakti? Po, sigurisht. Jo, krejt ashtë e... Zyrës në zyri nuk në nëzoj krejtve, as mu nuk për më zanë. A ju përshëndes, falenderit shumë për respektin. E më vje mirë që ju taku, ma? Gjithashtu, E edhe shola mu. kaleni që shumë as mirë. Faleminderit shumë, gjdo të mirë. Zoti ju dhash bereqet, jeni lodhë dhe ju gjithë ditën, edhe na e kem pjesën e fshatit, kështu që po vazhdojmë. Shumë faleminderit. Ati nxen, mashallah, qnosha. Ani shumë mirë, miru po fshim. Gjdo të mirë, faleminderit juve. Të farë njerëz. Shumë njerëz të kulturum, një lumë, shifeni sa shtepit e bukura, të renditme. Përshëndetje! O, zoti ju dhash bereqet, a veç po vim një full? Ani mas që e për cilën emisionin edhe në po vi shpejt, në shpejtësi dritës. Që? Sa bukur! A jëmë parojs? A jëmë në Malishiv? Ju lumt. Veç po du me ju përshëndet se e kam fshatin. Mirë të erdhë. Ju përcjellëm çdo herë. Faleminderit shumë. Jeni mrekullueshme. Faleminderit. Si jeni? Mirë. Si jeni? Jeni mirë. Mama jam. Ma mërmendja, ta rujtë zoti, po që shumë vite. A je mirë? Gazetore është nën. Po, i bëj njerëzit e loshe që shtë gjdo dit. Mirë, falem. Si je? A je mirë? E, mashallah, po rritën fëmija, po rritën. Si je? A je mirë? Mirë, a je mirë. Mirë, falemderit, jo? A je një gjohë? Mirë. Shëqër. Ta ka pru një nuse plak. Kuma? Uli të qesëm ka një kofe. Ja dhe mu, ja kofe ju, faleminderit shumë, zot ju dhash bereqet, veç po ju përshëndit, diçka një gotuja, bën të ftoft, shpejt. Diri sa të ma bjen ujnë, po flas pak me boben. 87 vjetë. Mashallah, 87. Si peshkoni ju? Shumë mirë. Shëqyrë. Po ju? Mirë. Qa po bënja, qa po vynja? Vëlloj, vish parim që shu. Ja u ka pru zoti shëshër do ditë mira. Se keni hek edhe ju balë? Po, vëlloj, dikush pa hekin pjesë e neve në ka orë e mërëmja mirë. Shëqër, nuk shkon gjithmonë keq. E kom gjemë të mirë, reje të mira. Edhe veti mirë, se pa konë veti mirë, as këta nuk ishin të mirë tani. Ja, shumë si ngun që hitë në të bënë shka do. Sa ma pak që full, ma mirë i ki punët. Ploki bebi duhet me janë gjitë 2 në gojë. Nda që me dosht. Po. Si s'dojnë dije, ke full shumë. Po, qashtu vëlla. Po ma hitemi pak, a thonë një kështë po ma hitem. Ha? Po bojmë hajgore. Ju vëlloj ato jënë për i me? Po dhe. Sot djemi keni? Ha? Sot djemi keni? Kate djem, kate qika. Mashallah, 8 fëmi. Tonë janë të martun, tonë kanë shmi. Krejt rahat. Po, mirë. Shpijet e veta. So një pa mesa të kam bon. Valoj në mirë. A i hime abetore, a i nëmroj. Deri sa ti nëmron paske bo shëma. Një kom mali, e ko 3 djem. Po. Një kom ndërnos, i ko 3 djem e 1 qik. 7. Një kom Malishev, i ko 2 djem. 9. Po. Një kom Vermic, aja ko 1 djale 1 qik. 11. Po. A komo? Ju, edhe këta. Edhe këtu një 20-30. Ja, këtu 17. Tjere ko 1 djall, kuj ko 2 djem. Shumë mirë. Fe, mirë po kalem me djem, me reja, me mu më interesan me nuse që shpo kalen, se këta i kanë grote veta, leje që këtyne, me nuse tonë që shpo kalen. Po. Që po, që shpo kalen, apo të ngucë? Po, mirë.
Ha? Ju e jesë famushën për muzika herë për pishket. Jo më se njësë shumë se ta morëm krejt vallojnë. A? A disa plakën e kam në banis, që nuk kujdesen mirë i ngucën i ma më vetë. Mi e ki. Ja, tash Klojna panuse. për duhet vis me limon. E, po qashtu duhet e. Emna qashtu është që një but. Po. Shumë mirë. A ju përshëndes? Ju Hajde. falenderoj shumë për Faleminderit shumë. Ha? Grill? Po jem të përgatit që të me dalë. O, me shumë qef, s'po di se tash ersohet. E kishë marrë, ani kishë mune marrë, vesh me marrë kishë si pomje. Masit e përfundoj fshatën se jenë të e prit njerëzit fshatën me po, dojnë me po për dritë. Ja, ko për me fshati mirë. Ona, di si tash, ju pa nërc, po panorama, se juve si pyta si jeni, qysh po kaloni, a po jetoni këtu? Po. A këtu jetoni, a? Po. Mendova si një mërgjimtar. Ja, Këtu shtëpi ka është bukur, a jetoni, dhe më thonë, gjithë e në banuara. Po më bëhet shumë qipi, shumë. Unë jetoj me prindrit edhe me djemë këtu. Jam në asambles në komunë. Kam qenë në pozita qështu. Po, të ndryshme. Të ndryshme, si më dhanë së një 23 vjetë. Shumë mirë. Qështu, I angazhum gjithandej. Po, fshati ka bukuri shumë të mira. Përveç që ka bukuri të natyre që është me këto kororat maleve që e kena të Garaçevës tu, ka pas edhe qendra historike, ka pas ushtar të Shtrisë Lindore të Kosovës. E kena një shpellë që atje që është quhet shpella Flladit. Është sukuraja ngadime me salaktite, A, po. një liçen akumulus është për fund i saj. Ka të risk kështu që vinë vizitorë. Me thonë drejten ma herët vishin Ma se qelë. u bën Ja. që u bën këtë sensibilizimi. Që shumë the ju, A? që shumë the ju. Famaj. A, e, s'po mund është e tjetër është. Kështu që fshati është ka gjë i zhvilluar, infrastrukturën e ka pothuajse komplet. Asfaltimi i rrugave, rrugicave është 70% i kryer, kanalizimet pothuajse Perfekt, gjithçka perfekt. Unë thash jo pa nërc, po panorama. Fshati me pas emrin. Shumë bukur. ka sipërfaqe ka gjatë madhe, kështu për nga sipërfaqja është fshati më i madh komunë Malishevës, për nga sipërfaqja. Po. Për nga banorët janë fshatrat banje, drenase. Po, ta i kombitis, Po, kum po që ke qenë edhe ka bazeni bonjë sa një. Por që nuk po ja lej ka heq anash as ky fshat bonjë, se bonja ka qenë ndër më të pastërt, asaj përket mirëmbajtjes, por që edhe ky kur far dallimi nga cepa taj më i pastërt i presem hupi. Bellanica, po, Bellanica u kanë fshati më i pastërt. Bellanica. Nuk po ja lej ka heq. Fundin, e kanë edhe fundin në Bellanica, janë të organizuar. Po dhe na kështu mënyra vullnetare punojmë Edhe këgja. këtu shumë mirë, valla, shumë pastër e kishit. Sensibilizimi qytetarëve u bëm, për shembull nuk gjujnë betorina, kem kompaninë që vjen e merr një herë në javë. Po se cili me qeni vedishëm, për vete mos me hedhë mbetorina dhe atëherë fshati s'ka si mos me kanë mirë. A ju falenderoj? Po iku. Pikoj dje. Koha darkës. E i stogut. I stukës, mirë. Mirë, a e kalova provimin. Mirë, valla, i stuk i betën. Po bet vallojnë, kush se ka. Po. Zoti ja u dha shëndetin, faleminderit shumë. Unë po iku, apo mërzitesh? Rre. Ha? A me nejta më shku? Shpo ki qef? E ham dark, pim qaj, Tani shka? të në shko ka dush. Tani, bitën e mirë. Kjo është vllavi jam i vogël. Shëndetje, si jeni? A jeni mirë, që e mirë ju. Po iku nëse ka me gjru fshatin, e ndoshta takohemi. Ani. Faleminderit shumë. Atë rruga marë, Miru pafshim. mira Plot mirë, gjithë, ishte shumë fola. knaci. Faleminderit shumë. Emrin ta kam harruar. Dorontina. Dorontina Po. në për fshat. Dorontina mirë se je në fshat përse je në fshat. Me dalë që t'jen kodër, është një kersh i thuna. Po. Krejt fshatin e kisin panoram. Po besoj inshallah arrimi me shku se ka Asfalt fillu e tash ki, me e ki asfalt, Po. si qënë që t'je është... E ka vetëm edhe një pjesë edhe pjesën para çka të mundemi me kop. Okej, që thonë që djallë e kena, emrin ato këtën e ko. Hajde përshëndetëm me Dorontinën. Sa bukur e paske. Përshëndet të gjaqë. A e din sa emrin e madh dhe ki? E mirë. Mirë si jeti, a i mirë. Zemra vogël. A kon pishinja Gjoli? do, i vllavit. Mashallah. Vllavut si fola het se tash mos A jeni në mirë? para kamerës. Që jo, jo, s'ka mirë, lidhje, si jeni, s'ka jeni lidhje, mirë. mirë. Çish po kaloni? Mirë, faleminderit. Ju, ç'është po Mirë, kalon? faleminderit, Apo mirë. lodhe? Tana ka fal.
Në fund mirë. Mirë, nuk Që është. presim? Mirë shumë valla, mirë. Sot jemi knoq. A përshëndetemi? Nuk Me po ju knatësi, si premtoj tham, për ma po. vonë, nuk e di se Po se na vi jemi sa këtu. arrimi. Okej. Amo me dal atje merrni shumë pamje të bukur. Edhe merr pamja nina prej shpellës. Po mundohemi me nxitu, se Aja nuse që atë nuse e kim pëdojeves. këta pëdojeves nuk e dojnë kamerën. Jo, si të bon bi respekt. Si të bon bi pasha koronin, amo originalin. Pasha koronin. As musafir, ta? Ani qes po vi. Hajde përshëndesëm edhe notën. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit e juve. Mirupofshim, se t'ja i tash vllot, mirupofshim. Zel, a përshëndetje Dorontinën, Zel? A ju përshëndeta se mu kanë bo shumë. S'ka gojë. Kënaqësi. Mirupofshim, faleminderit shumë. Hajde, respekt. Mirupofshim. Shqyrësejni mirë, do të mirë, mirupofshim. Hajde mirupofshim, faleminderit shumë. Një familje që ka dole. Hajde që po. Po largohemi nga një familje tip... Super, faleminderit. Nga një familje tipike shqiptare, me zemër të madhe, kaq njerëz doshtëm, ma kanë knoq zemrën sot në këtë fshat. Padyshim, tregojnë edhe vetë sytë e mi, fytyra jame kur unë gjiroj fshatra të bukura me njerëz të mirë. Ne po vazhdojmë, nuk e di deri ku do vazhdojmë, kemi shumë punë për të bërë, por ja që edhe koha është rësua edhe pse kemi dalë shumë herët, por që po e përfundojmë kështu me shtemi edhe këtë rrugicën, mandej po kalojmë në atë pjesën atje, edhe po më duket atje është fundja, se kemi shumë intervista, kemi shumë njerëz, edhe po ashtu do keni të shoqëruara edhe pamjet e bukura të fshatit. Kjo shtëpi nuk po trokosem veç po shkojmë po morrëm pamje, që atje jem të po bukur njerëz kalla blak. Hajde po afrohemi. Nga këtu ku ndodhemi është një pjesë shumë e bukur e fshatit Panarc. Po besoj e kam përmend shumë herë fshatin se po ma kërkoni kështu shikuesit e rrjeteve të tjera sociale, se për ata të YouTube-s e ditë se në cilin fshat jom, janë shtëpit e fundit të kësaj rrugice, një qika dollë të në qirë kështë pas ka njerëz. Dhe më thonë, hajde po shkojmë, po i kërkojmë njerëzit e mdhej aty. E kam fjallën zotin e shtëpis, edhe po i përshëndesëm shumë shkurt, me që e kemi edhe një pjesë bukur të madhe tjetër të fshatit, dhe më ndollë do komentar, ja pra kështu janë fshatrat e bukura, zhvillume, sa që s'mundesh me një dhonë gjevop që thojmë. Kemi shumë material, kemi shumë qka saj për këtë ditë se sotën sa. Oj, zoti shpis! Mirë si ju gjetëm, jemi me kamerë. Mirë si ju gjetëm, sa bukur e pasket në fund të rrugicës. Përshëndetje shtëpia e modhe, 50 shtëpia. Si jeni? A jeni mirë? Jo. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si je? Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si Si jeni? Mirë. Jo? Kaloj. Jeni banor të fshatit Panarc. apo mërgjimtar? Je mërgjimtar, po këto A dhe Kemi mërgjimtar lind. jeni, a? Po. Po jetoni Sloveni. Sloveni. Po. Se sa keni ardhur? Sa dy ja. Sa dy jova, ju kanë mbetë edhe shumë këtu Po, bukurosh ja, dy si tjetë. përshëndeta heq. Këto janë të vllavit, kjo është e vllavit, këto të vllavit. Shumë mirë, qysh po kaloni? Përshëndetje, pas kemi edhe një publik prapa Po, kamerës, kem apo të- shkojmë ti përshëndetëm? Po, si. A dëni mysafir shtëpia modhe? Po sa bukur e paskit, sa vllazni jeni kësajde? Pas, mashallah. Përshëndetje, Faruki, Si si jeni, Dorontina, faleminderit. ju si jeni, a jeni mirë? Përshëndetje, si je, a je mirë? A jeni mirë, a jeni lodhë, qysh po kaloni? Është kënaqësi me i gjithë kështu mërgjimtarët në bërë, a jeni të e prit dikon, a keni me shku dikon, apo ju morrëm kohë?
prej Jonikët këna nisi kime ardhen. Për Jonikut. Po, për 50 minuta e nërë prej Jonikut. Po, zote, kush që të regoj? Wallahi qika. Telefoni ju kanë tira? Po. Kanë po. Po, type. Te lash edhe në po i bëj. Jo, Allah. Pe halakoti një katë ne hajt. Apo ulemi jashtë. E qëtu. Sa bukur. Shkoj në unë mëra. Vesh ti nëmëroj, Thermanonën, ti nëmëroj sa shpija në qëtë? 2, 5. Edhe 3 vllazni? Dy janë atje, një vëlla, e kam edhe vëlla dhe Ah, a jeni gjithë mërgjimtara ju, vllaznia? Një vëlla kemë asambles është Shumë në mirë. komunën e Malishevës. Shumë bukur. Edhe është akum sos deri tash. Se ti jo ndja e ki probleme gjirime, pak ma ertë, por që nuk do të qëndrojmë shumë gjatë. Një përcjell shta bora i këshyrë. Jo lumë, njerëzit Malishev janë shumë punëtorë, se cili shtepin ma të bukur se tjetri. Përgjithësi shqiptarët janë punëtorë. E vërtet po, por që së të ndodhemi në Malishev edhe po flasëm ish për Malishevën, atë për këtë komunën kështë. Edhe për ndryshe fshati shumë i bukur, tash po du me ju pyet a keni kontribuju diçka për ndërtimin e fshatit përveç shtepive t'juve që i keni rregullu? Ndërtimin e domethënë për ndërtim të fshatit xhamien e kem krejt katuni, domethënë bashkërisht gjithë banorët. Kur a kanë pyetje asfaltin kur na kanë prunë para 20 e diçka vite, gjithashtu kemi kontribu krejt fshati. Domethënë janë krejt fshatat, jo vetëm na prej Turjak, Panërc, Llapçev, gjitha fshatrat, kështu që jemi, kur ka nevojë nuk e ke problem. Tash e jemi edhe shteti fort, tash nuk kem nevojë më shoqër. Po duhet pak Po do të me mendu edhe diçka për vete. për veti, jo vetëm ball kemi kontribu për Kosovë. Gjithë. Po Jeni kanë një dorë shumë e fort për Kosovën, pa juve nuk e shumë ku jemi sot. ashtu tash, po tash. Se edhe kur po veni kështu verës e dimrit e po na japni një farë freskimi. E po e dini saktë se për çka kam fjalën. Ndihmoni shumë biznese, qarkullimi e bën E vete. vërtetë është, normal, se cilët janë mërgjimtar, të paktën pa 5.000 euro. Po. Mos pati, po shkaj aton mesatarën, se ka njerëz që investojnë me miliona, po na po folëm çka shen shpenzime si shijen, janë 2 javë dhe het. Se zina s'ka shkun. Ato janë kështu si po mirë shoqër. Po banorët si po ju presin, ju jeni njerëz dashtëm kështu edhe jeni të bashku me zveti. Duket nuk jeni hiç xheloza kështu me zveti. Në Malisheva. Po, Malishev. Shatrat që kam ka ro kështu. Shatrat janë mirë, domethënë fshati jonë është shumë mirë, as ka nga trej, se e mo njëri një pas, njëri një shnosh, kaloj mirë, domethënë gjithçka në rregull. E në cilin vet ju keni emigru? Që sa jeni jashtë? Kam shku, domethënë përfundim të luftës. Gjatë luftës, pas 99 luftës, është, po të 2000. Po. Kjo nona jonë, E nona, dëmë të mi, mashallah. Si je, a je mirë? A je një do? Mirë, si jeni? Nona në bolë të gjokot. Hajde që të më ofer mije. Faleminderit. Jo kofe jo se a jeni kemi... për kafe. Heq, veç diçka me u fresku, edhe shkurt kemi me qëndru se e kemi edhe një pjesë të fshatit. Zotë ju dhosh bereqet. Faleminderit shumë. O, në diqa po të me pi? Sa je ko pak... Edhe unë e kam problem të folë krejt kuën, por që... A je mirë? Me shëndet? Djenë pas ka në orë, tash do të mu boje fort, mu kalëzu nona ku jenë të linjat non. Jo, dhe nonën e kemë atje. A dhe nona është atje? Na rren atje, kemë një vlog këto, s'po rren atje, nuk po donë me naj, se edhe atje. Ka shta, di qyshe kanë këtë nona tuna, kur të shojnë që të këtë pasuri, ka gjbukur e kështë. S'pi pëlqen. Ku i rriet kësaj atje mbyll met i ka këtë të shpijat, apo? Dakor, vëlla. A shkohet në vend tojnë të ujbenaj. Këtë kur të isha shpijat se mi ju po juve i duket. Atje, unë na kemi pas babën, adin detyre gjithë për banesa zara më gërdetin qik. Banesa të sytë për s'jo posha kur. S'ki faj. Përshëndetje. Si jetë? A jeni mirë? Kjo vloj shishtat. E mashallah. Non e shumë djemve, a? E të djemve. Mashallah. Dim kanë te katëm. Ka qenë e vështirë me i rrit të djem. 4 vojza. Më të kalzoj që shikom rritën e ka në merë që
peshkera i fshin let. Qfar heki e kemi pas të në herë. Po. Ku luk. Por që tash ju kanë orë ditë mira, shqyqër. Tash e vynë, tash jam ban lamp. Pa edhe tash të vynë se diçka me të dosht, me të dhim diko në diçka. Aj, jalla ku gjëheq. Ja, valla, ku s'pe kishe jetën e mija në fillim, ma. Me të përku në qështës për të vyke këqa. Pa ti hava, po. Po tash mirë që i shenë djemë të mirë. I do mas që kjo për mu, me. E prindin baba e kini? Që në S'ka vdek ma të. Nana myte. E tash po nona, e që shë mytë njërin. që dhe. A me të pytë cilin djallë e ki për zemër? Aj, tash të projektit gisht, projekta, po ka një është e ka dashtinjen ma tepre. Po se cili e ka të vendin e vetë. Njonin e ki që të shëtit, njonin e ki që të ndëgjan ma shumë, njonin e ki kështë ma të lastum. Ku e ki djallin e vogil? Në dete e shkohë. Shumë. Po në dete e shkohë, nesra vjenajta në nisën nëntën. E tja po mundesh me shku në dete tash a ju? Dhe më ka për sene për që ja 7 vjetë këmë lëmë që më shkohë. Dhe më ka thonë mje ke gabu si e ke lëmë se jam pikon me më ka thonë me ba operacion të më në gjitë që tu të shpithojnë. Po tani edhe zetit që një për balesha e lash vetë nuk shkova. Se pa di kushtet i kam për më shku. Po je shqyqër zote që djem të rësh, mashallah. Po, nuk pa më mi për balohet në zetit. E lash tani më nuk shkova, vish mi e kem tha ke ka bu, tha so jeran, tha se ke në ndetit. Po, por që... E këtu në bajt peshka e dyhen sene. Shumë mirë dhe jetë ndimon. Shumë, po, mësë më këma jam në kisha put, me kame, me shmini, me krejt. Po, ta shumë me banë që shtë jetë. Qa ti vesh? A? Qa ti vesh? Inshallah, Zotit tjep 100 vite jetë me djemë, me nuse. Qashtu më së më thënë. Se? Kush pa më thëtë sa vjetë i kipa të më 200. Shakun për jetu, 200 i Po kam. tash knaqë, se të kanë orë do ditë mira shfrytëzoj. Ai, tash ti, sha më marrë ditë mira, me pas kanë ku jem konë ditë minja, si jem konë marakli. E po, Ku, bre, s'pa fulli. kishe fletërua? Ma mirë he s'pa fulli. Ej, pasha që dritë, mongja jeme, shinsa jeme, punë që janë kanë. Fmik, nej, kalavesh. Mi këne na 12 që do kemi lehë, mi këqyre, mi tana. Po, mongje kam rak, me po mongje mirë. 15 buk ishtin shumë për sirë, 15 për darkë. 30 buk i hajshëm ditë. A e ke mendu që vjen kjo ditë kështë për juve? Por për jetë. Më pas tonë kushtit vjen kushtet ki me shkun. ta do zemra. Gjermoninë, kanë në Italia, ka mësë. Shë thoni ju. Unë isha rrej me të kërua, besë isha rrej kësha thonë, e bjëm shta kam bëk me hangre, me shku në Italia, me shku anena. Po, pa vishin kushtet, vishneta me kam, po dhe shneta po dëpsehke, kështë pa kishe vullnete skomja, aja shumë pa të dika i Po të vitet ma të mira, e keni pas kushtet ma dopta tash, po. Shka po më Si dy. krejt familjet. Krejt, Po që edhe këto ditë do të me i shfrytzu, inshallah knaqesh gjithmonë me djemë, nuset e O, një inshallah, i leo ma, si më shedi sët për mu që aja Po, është nësi. inshallah, kismet. Që aja është nësi për mu, Po. se që të sens është. Po se deka me ren, O, po. deka me renë është, ako një oqë këtu i burit, e theke, a i ka shkëj, ke vike në prabarturin, në trullin atje, merke një të barin në sjetëll. E ja bëj ke vjehrës të më i tim, a je lëdh, ju e fasali a je lëdh, e ma i tim, i shdek filoni për mahi. Ku e fasali që shdes njeri për mahi, po, për mahi, desta kër të le plët, e rafsh të na unë, a ja tha unë dek, për mahi, a qaj si desta se le kërkan, aja unë shta për të në tërë. Edhe na, deka kër të linë shplet e rafsh, aja unë shumë e mirë. Ashtë ligji natyres.
A për me angurën dronë, kuku. Inshallah Zoti të rumë familjen me fëmije komplet që ka Inshallah, jeni. barazet. Se 5 gjenauze për japqinim kanë dekë, 2 vlazën, motra 52 vjetë, qika vlavit të musjare 33 vjetë, djali vlavit 42 vjetë. Që ky djali vlavit po, ky në ka qitë saqën, që thoi, në ka shkromu tëmbe. Po, s'pa kishë shë me bënë. Do të me u pajtu. Po duke me pajtu, po duke me hangre, me pije, me jetu, tana jeta pa vazhdeke. Po shka me bënë. Faleminderit shumë për pritjen e mirë, ishte shumë kënaqësi të jem pjesë e kësaj familje të madhe, me zemër të madhe, e kaq dashtme. Si ja orë me në vizitu. Ishte shumë kënaqësi, unë e kënaqna me kësi njerëz. Uroj dhe shpresoj që kanë me u bo në secilin fshat njerëzit kështu kaq të mirë. Se në fund të ditës na jemi shqiptar, jemi populli më i veçantë. Po dikush s'pe din. E kush se den, mos të den. Më rëndësina e dim. E po na po dikush nuk. Po, e vërtet. Po nuk janë krejt njerëzit njësoj. Ja, nga e qyre. Inshallah Zoti na përpjek që thëmish me njerëz të mirë. Amen o Zot. Faleminderit shumë. Miqtemi, fshatin, familjet e mrekullueshme nuk na lanë me përfundu të terin. Nga familja e madhe, 8 vllazni, familja Bojra, ju falenderoj që qëndruat edhe sot me neve. Faleminderit fshatit mrekullueshëm, ne takohemi në epizodin që vjen deri atëhere. Mirëmbëjtje!